Shikues të nderuar të televizionit Adeu, jemi rikthyer në këndin e intervistës. Tensionet në lindjen e mesme kanë hyrë në një fazë të rrezikshme pas Izraeli dhe Irani shkëmbyen sulme të ashpra në orët e vona të fundit të së premtes. Pra ishte sulmi i Izraelit ai që provokoi këtë përshkallëzim të konfliktit. Por për të diskutuar më shumë, për të analizuar situatën në lindjen e mesme, do të kemi një lidhje direkte me studiuesin Olsi Yazigji për të diskutuar mbi këtë temë, jo vetëm në aspektet ushtarake, por edhe ato historike, ideologjike, rajonale, por jo vetëm edhe gjeopolitike. Zoti Yazigji, përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit që më ftuat. Selam aleikum. Zoti Yazigji, sa i përket luftës Iran-Izrael, si do ta përkufizoni të shkurtimisht këtë përplasje, si një konflikt ushtarak klasik apo si një luftë ideologjike zgjatur? Kjo është një luftë ideologjike që ka nisur jo sot, po ka nisur që në vitin 1914 me nisjen e luftës parë botërore në kohë kur Perandoria Osmane do të shkatërrohet dhe britanikët do të coptojnë tokat e Perandorisë Osmane, kundër të tjera tokat që do të coptohen, do jenë edhe tokat shqiptare, sikur Çamëria, Kosova, Maqedonia, Malezi e të tjerë, të cilat do të pushtohen nga fqinjët ballkanik ortodoks të Ballkanit. Dhe ashtu sikur trevat shqiptare do të kolonizohen dhe do të merren nga fuqitë ballkanike, e njëjta gjë do të ndodhi edhe me atë që ne njohim si Palestinë, ku gjatë luftës parë botërore britanikët do të ndërtojnë një aleancë me zionizmin ndërkombëtar dhe do të bëjnë atë që quhet deklarata e Balforit e vitit 1917, ku britanikët do t'i premtojnë mafjes çifute ndërkombëtare krijimin e një shteti izraelit apo çifut në Palestinë. Nga me përfundimin e luftës parë botërore, britanikët do ta aneksojnë atë që ne njohim si mandati i Palestinës, ku me këtë aneksim ata do të fillojnë që do të sjellin kolon slav nga Polonia, nga Ukraina, Rusia, por që ishin të fesë çifute. Pra ishin çifut slav të bardhë. Dhe kolonizimi me kolon çifut do të vazhdojë deri pas luftës së dytë botërore dhe me mbarimin e luftës së dytë botërore dhe me dobësimin e Britanisë, kolonët çifut do të nisin sulmet e tyre terroriste kundër britanikëve, ku do t'i detyrojnë britanikët që të tërhiqen nga Palestina dhe me lobin e tyre në Amerikë do të detyrojnë OKB-n në 1947 që të vijë me një projekt për ndarjen e mandatit të Palestinës në një territor çifut dhe palestinez, dhe më pas në datën 14 maj 1948 kolonët çifut që Britania do të cilli në Palestinë do të shpallin krijimin e shtetit Izraelit, që prej momentit që shteti i Izraelit do të krijohet në 1948, ky shtet do të prodhojë vetëm luftë edhe konflikt në lindjen e mesme, ku do të kemi shtetin e Izraelit që do të shkojë 4 herë në luftra masive kundër arabëve. Do kemi luftën e 1948-s, kur kolonët slav do të dëbojnë rreth 3 milion arab nga Palestina. Më pas dhe si pasojë e kësaj do kemi luftën e parë arabo-izraelite në 1948-s. Më pas do të kemi luftën e vitit 1956, kur Izraeli do të sulmojë Egjiptin. Do kemi luftën e 1967-s, kur Izraeli do të sulmojë Egjiptin, Jordanin, Sirin dhe do të pushtojë nga këto vende atë që ne njohim si rripi i Gazës, bregu perëndimor, Xhamin Aksa dhe lartësinë Golan. Dhe më pas do kemi edhe luftën e fundit masive arabo-izraelite të 1973-shit.
Por pas tyre 4 luftrash, Izraeli, i cili do të mbështetet nga amerikanët, të cilët do ta mbështesin Izraelin për arsye teologjike, nga që evangelizmi protestant do ta shohë krijimin e Izraelit si arritje e premtimit të krijimit të Izraelit biblik. Dhe me luftën e Yom Kippurit të 1973-shit, më pas do kemi ato që njihen si Camp David Accord të 1978-s, ku Egjipti do të nënshkrojë paqe me Izraelin dhe do të tërhiqet nga lufta për shlirimin e Palestinës. Po çfarë do ndodhi është se në vitin 1979, kur paqja izraelito-egjiptiane do të firmoset përfundimisht, ne do kemi një revolucion në Iran që do të jetë revolucioni islamik i Iranit, ku Ayatollah Khomeini do të përmbysi shahun Muhammed Reza Pahlavi dhe do të krijojë Republikën Islamike të Iranit. Krijimi i Republikës Islamike të Iranit do ta trondisi Izraelin dhe zionizmin, nga që Khomeini do shpalli që është detyrë e gjithë muslimanëve që të shlirojnë palestinezët nga zgjedhja e okupacionit izraelit. Por çfarë do ndodhi është se me krijimin e Republikës Islamike, monarkitë arabe do ta sulmojnë Iranin, por për sa kohë që Bashkimi Sovjetik do të ekzistojë, do të ishte Bashkimi Sovjetik dhe vendet e bllokut lindor, vende që nga Shqipëria edhe deri te Çekia, që do ta mbështesin Palestinën. Shqipëria do të jetë një nga vendet e para në botë që do të njohë Palestinën në 1988, dhe në Shqipëri do të vijë edhe Abu Xhihadi apo krau djathti Yasser Arafatit, ku Shqipëria do të armatosi, stërvisi edhe paguaj rezistencën palestineze. Enver Hoxha në libër Nëse do ndalemi te konteksti historik, rrënjët e kësaj lufte janë më shumë fetare, politike apo gjeopolitike? Rrënjët janë fetare, sikur e përmenda, nga që krijimi i shtetit Izraelit në 1948 apo edhe iniciimi i tij nga britanikët në 1917 do të bëhet me qëllime fetare. Evangelistët protestant anglo-amerikan do të krijojnë Izraelin, nga që ata do të besojnë se duke krijuar Izraelin, Zoti mund të sjellë Jezu Krishtin në tokë prap. Ndërsa çifutët që do të mblidhen nga gjithë bota, pas një diaspore prej 2000 vitesh, sepse çifutët do t'i dëbojnë romakët në kohën e perandorit Vespasian, Titus edhe Hadrian nga Palestina, dhe ata do të jetojnë për 2000 vite në diasporë dhe sipas teologëve të tyre të mallkuar nga Zoti, ata do të besojnë se duke krijuar shtetin e Izraelit, Zoti do t'i falë ata dhe do të sjellë Mesian, që ata kanë 3000 vite që e presin. Por sikur e thash më herët, krijimi i shtetit Izraelit do të sjellë vetëm luftra. Dhe ndërsa Izraeli do të luftojë me arabët në 4 luftra arabo-izraelite, përsa kohë Bashkimi Sovjetik ishte ekzistent, popujt arab dhe musliman kishin mbështetjen e sovjetëve. Por çfarë do ndodhi me rënien e Bashkimit Sovjetik në 1991-shin, presidenti George Bush Plak do të nisi luftrat e para kundër popujve arab, apo atë që quhet lufta e parë e Gjirit, ku amerikanët do të sulmojnë dhe shkatrojnë Irakun e Saddam Huseinit. Në 11 shtator të vitit 2001, 1991, pasi George Bush Plaku ka mundur Irakun, ai mblidhet në Kongresin Amerikan me senatorë të tjerë dhe deklaron që tani më ka ardhur koha për të krijuar një rend të ri botror dhe Bashkimi Sovjetik nuk është më që të ndalojë neve. Do jetë lobi izraelit dhe një person, emri i cilit sot është Benjamin Netanyahu, ndërsa në vitet 90 e mbante emrin Bibi Netanya, i cili së bashku me babain e tij Benzion Meliovskin
do të jenë dy ideatorët e krijimit të rendit të ri botror nga amerikanët dhe e manipulimit të politikës amerikane dhe i përdorimit të perandorisë amerikane për të shkatruar islamin. Dhe që nga viti 1991, amerikanët me nxitjen e Izraelit do të nisin një sër luftrash. Lufta e parë është e vitit 1991 kundër Irakut, e dyta e vitit 2003 kundër Irakut, për ata do sulmojnë Irakun dhe do vrasin Saddam Husseinin dhe do ta shkatrojnë Irakun. Përpara kësaj, në 2001, duke përdorur justifikimet e 11 shtatorit, do të sulmojnë Afganistanin dhe do ta mbajnë Afganistanin në pushtim për 20 vjet. Më pas, në presidencën e presidentit Obama, zionistët izraelit do të nxisin Amerikën që të bëjnë atë që quhet si Arab Spring, në të cilin amerikanët, NATO dhe izraelitët nga pas do të sulmojnë Libin e Muammar Gaddafit, do ta shkatrojnë, Egjiptin do bëjnë grushteti, Yemenin të cilin do ta ndajnë, Sudanin dhe Somalin, dhe vendi i fundit që Izraeli do të shkatrojë do të jetë Siria, kur në dhjetor të vitit kaluar 2024, ata do të rrëzojnë nga pushteti presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Dhe lufta që nisi përpara 3 ditësh në Iran, ndërmjet Izraelit dhe Iranit, në datën 13 qershor, është pjesë e këtyre luftrave që Benjamin Netanyahu i ka shpallur që në vitin 1995 në librin e tij Fighting Terrorism, apo të luftosh terrorizmin, ku ai shpall se misioni i Izraelit dhe Amerikës në këtë shekull të ri që po vinte, do të ishte rrëzimi i të gjitha shteteve arabe dhe islamike që mbështesnin Palestinën. Dhe në rastin konkret, Iraku, Siria, Libia, Jemeni ishin vende që mbështesnin Palestinën dhe sot janë të gjitha të ndara, të shkatruara, të djegura dhe në luftë civile. Vendi i fundit që cili është roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Vetëm gjatë ditës së djeshme, presidenti amerikan ka bërë edhe një thirrje, ka bërë një postim në rrjetin social ku ka thënë që do të ndalet kjo luftë, pra do të ketë paqe me ndërhyrjen e tij. Mendoni se do të vijë kjo paqe nga ana e presidentit amerikan Donald Trump, pra mund të vendoset një lim paqeje midis Izraelit dhe Iranit? Është shumë e vështirë nga që sulmi izraelit që nisi kundër Iranit në datën 13 qershor, nisi me lejen e presidentit Trump. Në një intervistë për Fox Newsin përpara pak ditësh, presidenti Trump deklaroi që ai e dinte që Izraeli do sulmonte Iranin dhe ai dha leje Izraelit që sulmonte Iranin. Arsyeja pse Izraeli sulmoi Iranin është se presidenti Trump, që nga prilli i këtij viti, nisi të ashtu quajturat bisedime nukleare me Iranin, ku presidenti Trump i kërkonte iranianëve që të shkatronin programin e tyre nuklear. Irani ka disa stacione nukleare me të cilat prodhon rrymë elektrike dhe amerikanët me urdhër të Izraelit i kërkonin Iranit që të shkatronte stacionet nukleare që Irani ka. Irani, duke përmendur pavarësinë e tij kombëtare, ka refuzuar që ti shkatroj stacionet e veta nukleare, pasi thotë që kjo është e drejta ime. Por kjo është përdorur si justifikim nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili pretendon se Irani, duke patur këto stacione nukleare, do të prodhoj bombën bërthamore. I njëjti justifikim u përdor edhe në vitin 2003, kur amerikanët pushtuan dhe shkatruan Irakun, ku edhe atëherë Izraeli pretendonte se Iraku kishte armë të shkatrimit në masë dhe për këtë arsye Izraeli kërkonte atë që quhet ndryshim regjimi dhe shkatrimi i Irakut. Dhe çfarë erdhi? Ishte pushtimi amerikan i Irakut, shkatrimi i Irakut dhe që nga 11 shtatori
i vitit 2001, me luftrat që amerikanët kanë nisur kundër botës muslimane nga Afganistani edhe deri në Libi, kanë vrarë mbi 4.5 milion njerëz. Irani shpesh përshkruhet si kërcënim për stabilitetin rajonal. Është vërtet kjo apo është thjesht një narrativ nga ana e perëndimit? Pra çfarë mund të themi? Irani nuk ka sulmuar asnjë shtet në 200 vitet e fundit. Kurse fakti është që vendi që është kërcënim për rajonin dhe lindjen e mesme është Izraeli, që nga momenti kur Izraeli u krijua me luftë nga britanikët, të cilët sulmuan perandorinë osmane. Pas Izraeli shpalli pavarësinë e tij në 1948, i shpalli luftë fqinjve të tij arab dhe dëboi 1 milion arabësh nga ai që sot njihet si Izrael. Dhe në historinë e tij të përgjakshme që nga krijimi deri në këto momente, Izraeli vetëm ka vrarë njerëz. Në këto momente që ne po flasim, Izraeli ka mbi 600 e ca ditë që bën luftë të pashpirt kundër Gazës. Deri në këto momente ka vrarë mbi 100.000 palestinez në Gaza dhe mban 2 milion palestinez të rrethuar dhe në gjendje urie. Pra, kërcënimi i paqes në lindjen e mesme nuk është Irani, por është Izraeli. Por fati i keq i njerëzimit ton sot është se Izraeli nëpërmjet sistemit bankar që çifutria ndërkombëtare kontrollon dhe dikton qeveritë perëndimore. Sot nuk ka asnjë president, asnjë kryeminist në perëndim që mund të flasë diçka kundër Izraelit, se nëse flet kundër Izraelit, atë do ta rrëzojnë nga pushteti. Izraeli sot mban me dhunë pushtetarët në perëndim dhe ushtron terror ushtarak dhe ideologjik kundër të gjithë botës muslimane. Në këto kushte, ku kemi Izraelin që sulmon Iranin, përse vendet arabe të gjirit nuk kanë një reagim, pra janë të rezervuar, qoftë edhe në momentin kur sulmojnë objektiva në vende si Siria apo Libani? Pse ka që rezervim nga ana e vendeve të gjirit arab? Tani, vendet e gjirit persik, sikur Katari, Arabia Saudite, por edhe Turqia, Egjipti e të tjerë, kanë dënuar sulmin izraelit kundër Iranit. Por vendet arabe nuk mund të bëjnë dot asnjë gjë kundër Izraelit, sepse ato e dinë që nëse ato bëjnë diçka kundër Izraelit, Izraeli mund t'i vrasë ata. Ajo që ndodhi në datën 13 qershor, kur në një ditë të bukur kur njerëzit në Iran ishin nëpër shtëpitë e tyre dhe Izraeli lëshoi një sulm rrufe dhe vrau të gjithë krerët e ushtrisë iraniane, është një tregues i cili i tremb sundimtarët arab. Në këto 20 vitet e fundit, sundimtarët arab kanë parë se si Izraeli dhe Amerikanët kanë shkuar dhe kanë vrarë çdo pushtetar arab i cili kërkonte të mbronte të drejtën e popullit palestinez. Vrasja e Abdullah Salehut në Yemen, e Muammar Gaddafit në Libi, e Saddam Huseinit në Irak, i ka trembur liderit arab. Shikuesit tuaj mund të kërkojnë në YouTube por një fjalim të Muammar Gaddafit, ku ai i thot udhëheqësve të Ligës Arabe, diku rreth vitit 2009 ndoshta, që i thot amerikanët, ashtu sikur vran Saddam Huseinin, mund të na vrasin edhe neve. Amerikanët dhe izraelitët donin të vrisnin edhe presidentin e Sirisë, Bashar al-Assadin, i cili shpëtoi vetëm fal ndihmës ruse dhe në këto momente ai është detyruar që ta braktisë vendin e tij dhe të jetojë në Mërgat në Moskë. Duhet të kuptojmë edhe diçka tjetër, që dora e zgjatur e Izraelit nuk funksionon vetëm kundër udhëheqësve arab, por edhe kundër atyre shqiptar. Për shembull, ish presidenti dhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është shpallur non grata nga një zionist qifut
sekretari i shtetit amerikan Antony Blinken. Edi Rama që ban pushtetin në Shqipëri dhe që bën çfarë të dojë, e bën me ndihmën e lobit izraelit. Në qoftë se i del kundër Izraelit, ata të zhdugin. Kjo është arsyeja pse dje Sali Berisha, kryetari i opozitës në Shqipëri, denoncoi Iranin dhe Ayatullahin e Iranit dhe Shante, në një kohë që Irani nuk i ka bërë asnjë gjë të keqe Sali Berishës, por në të kundërt Irani në vitet 90, kur Berisha ishte kryeministër, e ka mbajtur me lek dhe me investime Shqipërinë, por Berisha, i cili e di se po dole kundër lobit izraelit ata të zhdugin, denoncoi Ayatullah Khamenei dje, në vend që të denonconte Izraelin, i cili është shteti agresor që ka sulmuar Iranin. Të njëjtën gjë bën edhe kryeministri Edi Rama, i cili i ka fritur çifutët e botës që të vinë edhe të vendosen në Shqipëri, që është i vetmi kryeministër evropian i cili në një kohë që Izraeli është duke bërë gjenocid dhe duke zhdukur njerëzit në Palestinë në mënyrë fanatike ban anën e Izraelit, dhe Rama nuk e bën këtë gjë pse i dhimbset Izraeli, por e bën se ka frikë, sepse e di që ata mund ta zhdukin në çdo moment. Pra, kjo është dhe arsye pse pala shqiptare mban anën e Izraelit, qoftë edhe nga ana e ish kryeministrit Berisha, qoftë edhe nga ana e kryeministrit Edi Rama, i cili është në pushtet. Por nëse do të ndalemi tek rreziku që mund të kanoset nga kjo luftë, pra është një konflikt që mund të përshkallëzohet në një luftë përgjakshme rajonale edhe globale, apo kjo është më shumë një luftë propagandash? Kjo nuk është vetëm luftë propagandistike, por kjo është një luftë e cila rrezikon të ardhmen e njerëzimit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili i ka duart me gjak dhe ka nxitur vrasjen e 4.5 milion njerëzve në botën muslimane deri më sot, nuk përton që të përdori edhe bombën atomike. Përpara 3 ditësh, kur Izraeli nisi sulmin e tij kundër Iranit, Izraeli shpresonte se duke vrarë gjithë udhëheqjen iraniane, do të arrinte që të ndryshonte regjimin në Iran. Po çfarë ndodhi është se brenda pak orësh, qeveria iraniane u mblodh përsëri, ushtria iraniane zgjodhi drejtues të ri, dhe në këto momente që ne shohim, Irani është duke kundër goditur Izraelin dhe çifutët janë në panik dhe janë duke kërkuar ndihmën e Amerikës. Por izraelitët kanë një doktrinë ushtarake që quhet doktrina Simpson, sipas të cilës në rast të rrezikut për ekzistencën e shtetit Izraelit, ata do të godasin me bombë bërthamore të gjithë fqinjët e Izraelit. Në vitin 1973, kur Egjipti bëri luftën e Yom Kipurit dhe tanket egjiptiane rrezikonin që të shkonin drejt Tel Avivit, në atë kohë kryeministri i Izraelit planifikoi që të hedhë bombën atomike në Kairo, në Egjipt. Dhe në këto momente që ne po flasim, ku Irani është duke e dërmuar Izraelin me kundërsulmet me raketa, ekziston një rrezik shumë i madh që Izraeli mund të godasi me bombë bërthamore. Dhe faktikisht çifutët në teologjinë e tyre besojnë që në fundin e kohës ata do të bëjnë atë që njihet si Armagedoni, i cili do të jetë një luftë totale kundër Islamit, ku ata do të vrasin me miliona njerëz në mënyrë që Izraeli të mbijetojë. Dhe nëse Netanyahu përdor bombën bërthamore kundër Iranit, efekti i kësaj bombe do të vi deri në Shqipëri, se Irani nuk është shumë larg nga Shqipëria, dhe do të jetë një katastrofë me përmasa planetare. Në anën tjetër, do të kuptojmë një gjë tjetër, që Gjiri Persik është vendi ku 30% e burimeve naftë dhe gaz sjellëse të botës vijnë, dhe në rast të një sulmi nuklear kundër Iranit, ne do të kemi katastrofë edhe në prodhimin e naftës dhe të gazit, dhe ne dim që nafta dhe gazi sot
janë burimet kryesore të qytetërimit tonë. Ne pa benzinë dhe pa gaz, ne nuk shkojmë dot në punë, nuk ustojmë dot. Shumë centrale që prodhojnë energjinë e bëjnë këtë me naftë apo me gaz, dhe një sulm nuklear kundër Iranit nga ana e Izraelit rrezikon të ardhmen e njerëzimit. Pra, një agravim më tej i situatës rrezikon njerëzimin, por sa i përket në kushtet, pra në këtë momente që po flasim, që nga e premtja deri tani, çfarë rrezikon Ballkanin, konkretisht edhe Shqipërinë, dhe dua të ndalim dhe tek Palestina, duke qenë se vëmendja tashmë ka shkuar tek Irani, por çfarë dinamike të re ka Palestina në këtë momente, në këtë fazë kritike të përplasjeve Iran-Izrael? Arsyeja pse Izraeli sulmoi Iranin përpara 3 ditësh është se Irani është vendi i fundit islamik i cili në mënyrë të hapur mbron, ndihmon dhe sponsorizon lëvizjen palestineze për çlirim nga Izraeli. Dhe arsyeja pse që nga viti 2024 Izraeli i Benjamin Netanyahut ka vrarë sa e sa pushtetar iranian, që nga presidenti Ibrahim Raisi deri te Qasem Soleimani, drejtuesi i Gardës Revolucionare, të gjitha këto kanë lidhje me Palestinën. Kjo nga që Irani sot është sikur Shqipëria në kohën e Enver Hoxhës që ndihmonte Palestinën. Por nëse Izraeli në kohën e Bashkimit Sovjetik nuk e sulmonte dot Shqipërinë dhe nuk e vriste dot Enver Hoxhën, nga që kishte frikën e sovjetikëve, sot Irani është në goditjen e Izraelit, nga që Bashkimi Sovjetik nuk ekziston më. Dhe në anën tjetër, si rrezikohet Shqipëria? Shqipëria rrezikohet shumë nga përshkallëzimi i një konflikti ndërmjet Iranit dhe Izraelit, nga që ne nuk duhet harrojmë që Shqipëria është bazë e mujahidinëve iranian. Në vitin 2016, kryeministri Rama, për të bërë qefin lobit qifut ndërkombëtar, morri në Shqipëri 3.000 mujahidin, të cilët në këto momente që ne flasim janë të strehuar në Manz, dhe nga Manza ata kryejnë sulme kibernetike dhe terroriste kundër Iranit. Në qershor të vitit 2023, Spaku dhe policia antiterrorit mosiu kampin e Manzës për t'i trembur mujahidinët që të ndalonin aktivitetet e tyre, nga që sidomos në vitin 2022 ata nisën të bëjnë sulme masive kibernetike kundër Iranit, dhe ndër të tjera ata ndërtuan edhe celula brenda në Iran, nëpërmjet të cilave vrisnin pushtetar iranian, dhe në fakt në 2 ditët e fundit, apo më saktë në 3 ditët e fundit, shumë qeveritar iranian janë vrarë nga këto celula që koordinohen nga Manza. Dhe në qofse lufta ndërmjet Iranit dhe Izraelit do të përshkallëzohej dhe edhe amerikanët do të futen në luftë, Shqipëria do të bëhet shënjestër e dronëve dhe raketave iraniane, ku Irani do të godasi Manzën dhe nuk e di se çfarë institucioni tjetër, nga që Shqipëria me kryeministrin Edi Rama është futur në aleancën gjenocidale të Izraelit kundër Islamit dhe popujve musliman. Për ta përmbyllur, zoti Yazidxhi, si mendoni se do të kujtohet kjo fazë në histori si një moment vendimtar për forcimin e lindjes së mesme, apo si një luftë e pashmangshme mes forcave të vjetra dhe të reja të rendit botëror? Në historinë e njerëzimit, kjo do të përkujtohet si një holokaust i dytë, si një moment ku qytetërimi evropian, ashtu sikur gjatë luftës dytë botërore kreu holokaustin dhe futi çifutët edhe popujt e tjerë nëpër kampet e përqendrimit, dhe ashtu sikur Gjermania naziste ndërtoi kampet e përqendrimit dhe i diçte njerëzit dhe i vriste në mas, sot çfarë po bën qytetërimi perëndimor me Izraelin në krye është duke
i vrarë në mas popujt musliman dhe në veçanti palestinezët. Gaza në këto momente që ne flasim është sikur kampi përqendrimit të Mauthausenit apo Auschwitzit dhe ushtarët izraelit janë sikur ushtarët nazist, të cilët vrisnin qifutët vetëm sa ata ishin qifut. Të njëjtën gjë po bën ushtria naziste e Izraelit, e cila është duke i vrarë palestinezët, vetëm se ata besojnë Allahun dhe profetin Muhammed dhe nuk janë të fesë qifutët. Zoti Azizi, të falenderoj. Ju falenderoj për ftesën. Selam aleikum. Shikues të nderuar, ishim deri në këtë momente me historianin, studiuesin Olsi Azizi për të analizuar më shumë përplasjet e fundit të agravuara midis Izraelit dhe Iranit. Pra ishte Izraeli ai që provokoi një sulm ndaj Iranit, teksa ka prej 3 ditë që vijojnë këto sulme edhe gjatë natës edhe gjatë ditës. Bashkë, mirupafshim.